dhe neve qesharak duke u marrë me Berishën për ditë. Jo, e vërtet është, unë e kam shmangur, po nga që kisha ko pa u dëgjuar me ty dhe thash, po e konsumojmë pak. Po nuk ka vlerë, më mirë merremi me i gjo, më mirë merremi me i çështje kulture, diskutojmë për i libër, apo i film, se sa diskutosh për Berishën. Ai thirrje madhe, ore, po ç'ndodhe më? Gjithë media u paralizu, gjithë televizionet protesta e Berishës. Ishin ne 300-400 vetë aty, si më mbledh ke lagja mas neshjes që luhet, kolu Shqipëria, edhe bën një tallava aty, edhe ikën. Tha mirë... Si ajo qeta Gjikjamilit. Pra ne më të them, nuk ke sa thu momës, është i njëjti cikël që përsëritet. Ai përdor njëjtin fjalor, dhe ne kemi rahat gjithë viktimet i. Në vend që diskutojmë gjona punë për këtë qeveri, për çfarë do bëhet, si do bëhet, ku do shkojmë, çfarë zgjidhje mund të ketë, sepse kjo qeveri do një opozitë fort, sepse një opozitë e fort e vetë ndoshta në binar. Ore, shiko, do të diskutoj buxheti dhe do kisha dalë edhe unë në miting po të thoshin që do rrisin buxhetin e shëndetësisë ose të mjekësisë, se të shëndetësisë dhe të arsimit. Sepse këto dy gjëra janë themelore për një kombë, shëndeti dhe arsimi. Dhe në qoftë se do thoshin, do dilte opozita dhe jemi në protest, sepse shëndetësia shumë keq, buxheti shumë i vogël, arsimi shumë, do kisha dalë dhe unë protest. Po ku e dine ato si o shëndetësia më bursa dhe kur kanë halë ikin jashtë? Dine ato si o shëndetësia? E vërtet. Liro, një pyetje të fundit. Po kjo është punë me që të rrish dhe më thënë dali ai, po prandaj nuk i shkon njëri më se e ka kuptu njerëzit. Shkëllëzeni ka gjysma dhe pallateve në Tiranë. Argita i kanë në Bruxelles, në Gjermani, në Rumani, ka drejtin ka i kanë Hungari. Njerëzit janë budallema, janë vetëm ato mercenarët që janë ushtarë për plumbi, që s'kanë nuk i funksionon fare, ka vetëm sa shohin fotografinë e Berishës, kujtojnë se kanë zotin për fare. Po ushtarët e plumbit, sa janë ato që ishin parmëron këtu? Ose ka dhe palaqe që marrin atë rrogën e deputetit dhe bëjnë aty gjëra si opozitë dhe ikën dhe si intelektualë. Liro, një pyetje të fundit. Goditja ndaj Ballukut e rrezikon qeverinë e Ramës? Tash i ikën dy zonskriministra, kjo tregon një gjendje të rëndë që si do ta kalojë ai, që nuk rrezikohet pushteti sepse këto kanë 83 vota ndaj revoltë mbar popullore nuk ka për këtë çështje, njerëzit as duan me ditë fare tash. Njerëzit ketë u pi kafe, biles edhe emisionet nuk i shohin mo as darkës, edhe them drejtën se jemi vetë media. Unë mundohem të shoh emisionet e darkës zeko ka 2 orë tallava. 2 orë tallava. Dridhet e s'përdridhet muhabeti, kështu që nuk mendoj, po besoj që Rama duhet bëj një rikonfigurim të ri të qeverisë. Shiko, e disa bërë... Nuk e di tash, nuk e di këtë se ç'do ndodhi, a do ta shkarkojë Rama dhe a kanë drejt ato ta pezullojnë nga puna, këtë nuk jam gjendje ta. Shiko, ky pezullimi nga puna mu duk se këta ngjajnë një çik me Pilinçin që ka fillu ka bëj qeverinë e vetë dhe i shkarkon. Po unë nuk besoj se nuk ka logjik, nuk e di si është, nuk ka logjik që... Po jo pra, ta nuk mund të urdhërojnë policinë... Ose të arreston, po për sa kohë je akuzuar, je i panderur, presupozohesh i pafajshëm, nuk ka drejt të heqë ty nga puna. Drejtën nga puna e ka ai që ka temru dhe ai që ka autoritetin për temru në punë. Don kjo është logjika, tash këtu në Shqipëri jemi çfarë ndodh. E vërtetë, çfarë ndodh. Mua nuk ma mbush logjika dhe do doja të dija se si do ta vinte në zbatim këtë urdhër. Edi Rama do ta shkarkojë